Selamu alaikum të dashur miq. Mirë se takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi çdo të ajtë së bashku me ju dhe me hoxhin e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhin e nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhat. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësejgjim. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar përveç pranë ekranit të RTI-s mund ta ndiqni edhe në kanalet personale të hoxhit të nderuar Shefqet Krasniqi në Facebook dhe YouTube. Mos harroni të na shkruani, të na kontaktoni në numrat kontaktues 046 22 0022. Përveç sonte që nuk do të pranojmë telefonata, që do të lexojmë mesazhat, pyetjet që na kanë arritur ju nga ju, drejtuar hoxhit të nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhi i nderuar, me lejo që pyetjen e parë ta parashtroj, ju keni kaluar një kohë të gjatë në vendet e lindjes, si studime, magistratur, doktorat, po dhe her pas here jeni atje prezent përveç ritualet të haxhit dhe umrës, edhe në konferenca shkencore. Dhe ne edhe opinioni janë të bindur që ju jeni të interesuar dhe për cilin gjendjen që po ndodh në lindje. Që pyes tani për Iranin, çfarë po ndodh në Iran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar për çdo mirësi dhe çdo begati. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të dërguarin e Tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e atij burri të madh. Pastaj është e vërtetë se unë kam kaluar një kohë të gjatë lindjen e mesme edhe vazhdoj edhe së kësaj dite që të kem vizita, kontakte me njerëz të tjehit në vendeve të ndryshme. Me sigurisht jam edhe preokupum me çfarë ndodh atje për shumë arsye. Dhe mundohem deri diku të përcjelli më dhe herë të japë ndonjë koment, ndonjë, s'po them analizë, i bën ndoshta pak së shumë, por ndonjë vlerësim apo ndonjë opinion timin. E që këto shumë herë apo zakonisht i paraqes në librat e mia apo librin të qëndrimit në kohë, në vëllimet qëndrime në kohë, ku atje shkruaj këto opinione, mendime, se çfarë po ndodh, edhe vlerësimin tim që shoh nga kandeja. Kështu që ajo që është duke ndodhur në Iran nuk është diçka e msheft, është shumë e qartë, shumë e hapur, nuk ka ndonjë filozofi. Nuk do ndonjë njohuri ku më ditë sa për ta zbuluar, për ta kuptuar nga sesentin të dalë haptas të i marrë vesh këtë dynjaja. Edhe sot edhe me desh me mshef gjanat nuk mundesh. Sot globalizmi, interneti tregojnë që kin shpitane. Në shpitane ki probleme më shef sot. E më shumë probleme ki me mshef shpitane. Që lërë më në nivel të shtetit me mshef që ka bëhat. Por para se me shku se çka është duke ndodhur në Iran sot, ndoshta vlen me fol pak më lartë. Që në Iran çka është duke ndodhur, është duke ra pushtetit, duke arë fundi pushtetit. Nëse dhe me përmbledh me dy fjalë, pushtetit, shiit. Në Iran i ka arë fundi. Me emër të Zotit. Këta në pushtet, në vitin 1979, kanë ardhur me protesta. Kanë ardhur me protesta të shtyer nga jashtë, nga fuqitë e jashtme, nga faktorë të jashtëm. Të ndihmuar nga shtetet e perëndimit. Dhe e marrën Ayatollah Khomeini e asaj kohe dhe e pranën si mbret për Parizit në Teheran. Duke dhënë një shkelëm mbretërisë familjes Shah, Reza Pahlavi. Reza Pahlavi ish mbreti dhe mbreti fundit e mbretërisë së Iranit.
erdhen me protesta, duke mashtru popullin. Kinse për një mirëqenie, për një sistem, për një jetë më të mirë. O hadhen hi syve të popullit, pagujten kadra njerëz aktiv që së të beqyre shoqëri civile dhe manipulun popullin dhe erdhen për shtetaj. Më njëherë formoj qeverin, për shtetin e hekurt, i cili arritit i mbaj me hekur, me dhunë, popullin e Iranit prej 79-ës deri që të kohë para një muj dite. Shijat e Iranit, në krye me Homeinin, kjo është Ali Homnej, ka qenë Ajatollah Homeini. Shijat e Iranit, me revolucionin e Iranit, dhe përsëris të shtyrë të ndihmuar nga faktorë të jashtëm, deshen që jo vetëm të vinë përballë rival sunnive, por dhe të mujnë sunnive. Për ata, ai që e ka përcjellë gjendjen e asaj kohë, situatën në kohën e Homeinit, ai propagandë kryesore, derisa ka vdekur, madje edhe ka mbetur edhe deset e kësaj dite, ka qenë lufta kundër Irakut, deri në 88-ën, ku janë rarë rreth 1 milion njerëz. Edhe një 1 milion tjerë kanë met gjëmt, invalid, pa gjëmtyr. Me pretekst, jo me sloganë se peliftojnë Irakun, Sadamin që ishin sunni, por me pretekst të shanë në rrugën të shlirojnë një Kotsi Sherifin. Në anën tjetër, në fushën tjetër, e angazhuan të gjitha ambasadat, i vetëmi shtet, jashtë të quajtur shtet islam, në botë, i cili ambasadat e veta i ka të njëjtën kohë politike, por edhe fetare, misionare. Është Irani. Çdo ambasador iranian, çdo konsul iranian, çdo diplomat iranian, njëjtën kohë është misionar. Misionar për misionin e vet. Dhe munduan që ta përhapin idenë shiite, njëherë lindjen e mesme, e pastaj edhe jashtë, deri në Kosovë, dhe deri në Tajland, në Indonezi, në Malezi, në Afrikën, deri në perëndim Londër, në Amerikë, kështu me Iraku ka musliman. Se Irani kaq ekstrem në bindjet shiite, kur Irani dhe Iraku të dyat musliman, përveç dallimin e sekte, këta sunniat e shii, dhe që t'i bojnë luftë. Shqeqak, tash këto në qenë në pyetje në dalën. Shihit e Iranit nuk janë musliman. Nuk janë musliman. Ata po thirren si musliman. Po. Sa ndryshe nuk shitet. Edhe monafikët. Në kohën e pejgamberit në Medinë, çfarë o thërrën se musliman. Por Allahu u azbuloi me nifakën e tyre, në hipokrizinë me ajete kuranore. Qëra sura Tobe, qëra sura Al-Ahzab. Shika? Ata thërëshin, na jena musliman. Por e më shefshin hipokrizinë. Kufrën i bie kjo, mosbesimin. Iranianët, me konsensus, tash për mi hek barën për vetëm, mas me thanë që kë për mërë gudzim, unë mërë gudzim edhe vetë, por nga modestia,
pe hjeki pe veti, të gjithë ulemat e ehli sunetit, prej fatvavet të Ezherit, deri tek mëftinit e shteteve arabe, që të gjitha, ato që kanë guxu, në seri nuk kanë guxu, për shembull sepse ka qenë krahi tyne. Por, ato që kanë guxu, që të gjitha dhe të gjithë ulemat, qoftë nivel shtetëror si mëftini, qoftë nivel personal si dietar, e kanë bërë tekfir, e kanë konsideruar jo besimtar Khomeinin. Është pa besimtar. Ai nuk ka musliman, nuk ka qenë musliman. Ata nuk janë musliman. Popullata është mesele tjetër sepse manipulohen. Ata nuk janë musliman. Ata, për ideologjinë e tyne, të brysht, të mëkt, janë gjendje me sakrifikua çdo gjë. Me derë gjak edhe të fëmijëve, edhe të grave, edhe të pleqve. Kush e derdhi gjakun e jo mira, qindra mira, mbi 1,5 milion, 1 milion, ka variante 1,5 milion. Sirian janë vdekur, janë vra, nuk i ka vra të gjithë Bashar Asadi, kë Bashari, nuk i ka vra të gjithë pushteti tina. I kanë vra garda republikane, në krye me generalin Qasim Sulejmanin. I kanë vra Hizbullahi. Këto dyja kanë bë masakër. Dhe shijat e Irakut, këto të rria. Kjo nuk e më sheft. Të vetë personalisht, me gojt vetë, kë Beshari para se me, kur ishte konferencën e fundit, edhe një konferencë ishte, islame, ku masë kishe papajtoj në Emiratët e banë shkaktar, papajtoj me s'ki që i banë tashe, edhe e morën, edhe njëherë pasi e qëtën, një 10 vjetë dëbun, atë 12 pe i ligës arabe, e pronën prap, e morën. Edhe mbajnë Saudi. Dhe atë, kryeministri i Libanit, nuk dje ke kryetara kryeministri, e sulmej këta. Tha ti s'ke det me folë sepse ke der gjak njerëzit pa fajshëm popullët në Siri. Kjo ati që e tha? Tha gjak kanë der Iran dhe shijat e tu, Hizbullahit. Ata dhe kanë vëra qytetarët e mi, që ta shkëpë distancohet. Në fakt kjo i ka liju, i ka thirë. E rëndësishme. Ata kanë vëra grathmi miliona. Zullumi a këputet të pestrashi a pestholli? Pestrashit. Këty nuk ka mujë zullumi. Këty nuk ka mujë zullumi, pletër mujë zullum. Këta pej 2003-ës, veç i madhës zëtë në qilë e din sa fëmijë, sa gratë, sa njerëzit pa fajshëm në Irak i kanë vra këta. Sepse perëndimi i adrezoi shijave të Iranit Irakun. Siç thashte Emir Faisal Saudi Faisal, ish ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, rreth 40 vjet, 40 vjet kur kanë ministri i jashtëm. Ai tha, perëndimorët, konkretisht se Amerikën, ja kanë dorëzuar Iranit në një anë të argjent, kështë përdojnë në Arab, pra me të ndirë me ikram, me respekt. Arab të përdojnë kështë përhje. Anë të tabakan në fidda, një anë për i argjentit. Dhe janë në ndorë Iranit. Të mëndu se Iranian do t'jenë më të butë se sa sënit. Po nuk doli ashtu. E Iranian pastaj bën masakra në Irak. Edhe
Iranianët janë shkaktar për shkatërimin e Bagdatit, shkatërimin e Beirutit, shkatërimin e Damaskut, shkatërimin e Sanas, të Jemenit. 4 shteti shkatëron. A populli Iran nuk ka buk me hanger. Për çka me prapë ideologjinë e tyne? Fetare, me dhunë. Dhe nënte perandërinë e tyne persiane. Ata janë persian. Forse. Por nuk janë persian këtë shteti. Ata janë persian dikon rreth 30% ndoshta. Si janë më shumë. Ata që kanë shtetin dorë. Pakis janë. Tjetë janë Turkmen, janë Tajik, janë Arab, kallabla komunitete. Por kanë marrë në dorë. Kështu që këta kanë po zëllëm shumë. Huthijint, Jemenin e shkatërun. Huthijint janë dora djathtë të tyne. Hizbullahin dora djathtë të tyne. Grupet të ndryshme në Irak dora djathtë të tyne. Por i erdhi fundi. Çdo zullumi vjen fundi. Tani, këta pra kanë marrë pushtetin me proteste mashtër popullit. Çka është marrë me protesta, bie me protesta. Këto dhe çka pretin tash se do të ndodh me... Po. Ajo që të ndodh këto, mu është të ma kujtu ajo që ka ndodh, subhanallah, gjërat përsëriten në histori. Në revolucionit e torit 1917, Bolshevik, Vladimir Lenini, që shemur pushtetin në Rus, me mashtrime, me protesta, paq, tok, buk, kështu është slagani tyne, me protesta ra. I mashtru njerëzit, ra. Këta i kanë mashtru njerëzit, kanë vu për shtet hekurt, i kanë majt popullin në vërfrit skajshme, me shkelje flagrante të drejtave, parsoret njerëzve. Njerëzit në Iran hjeken për buk. A Irani është i preokupuar me përhap idenë e tyne, ideologjinë e tyne shiite. Ta është fund, është dësen i vje fundi. Këtyne ka arë fundi. Me emër të Zotit i ka arë fundi. Dhe shëqër që i vje fundi. Shëqër që i vje fundi. Fundi tyne është shlirim. Kështë lirohet dikush, është shlirim i krejt lindjes e mesme. I krejt lindjes e mesme. Irani ka qenë armiku kryesor dhe potencial më i madhi për me shkatru komplet nga dyshillin arabik, respektive shtetë e gjirit. E që ka pasë sënim edhe Qabën, Mekën me okupu. Në hallin kanë sëni për tina, hallin kanë muslimat për tina, por ka hesht ndaj tyne përëndimi. Ka hesht ndaj tyne përëndimi. Ka hesht. Dhe ta shka dhe Zotë jenë prish. Jenë prish. Dhe hahen ata, prishen ata, në fakt përfitojnë, mas pari qytetarët mrena të që janë. Sepse që sa vjet i bie, që 20 vita sa për i bie, pej 80-ës, 79-80, 25 vjet gati bika, po? Për vjetë ashtu 24-25 vite dikon, ata janë burg, ata janë burg. Ata janë burg, gati, si shqiptarët të në Shqipëni që ka qenë burg, këtë në verit. Ta njerëz janë burg, bre.
Të mërë çfarë shkele drejta, çfarë dhunë ka atje bre. Çfarë varfërie, çfarë skame, çfarë. A këta shesin mena për bot atje me milionët e apin pare për me përhap ideologjinë e tyne të brisht. Mi liftu sunnit. Neve na liftu. Pse me na liftu neve? Sepse si mbas tyne Hysejnin e pas kanë vra sunnit. E ka vra, kush e ka vra? Kush do tjetë aj, që nuk është e vërtet, po hipotetikisht, le tjetë qashtu, edhe nëse është qashtu, hipotetikisht, e unë këtë që kemë faj, e që ka gjenerata sodet faj, e që kanë musliman të faj, e që kanë thmija faj, e që kanë gratë faj. Ja, keni tru jo. Andaj, armitësi, të përreqme, të përhershme, të pa kompromis, ndaj gjitha, të ashtë të quaj të ri, jo musliman, nuk në thënë ata musliman, neve në thënë ata me terme të ndryshme, por, se ka dhe Zotë. Dhe tash për vjen fund, inshallah ta'ala, edhe popullet, që ky popull, edhe me herë të shumë pështet, në protesta, që ky Kasim Suleimani, të cilën në vitin 2019, Trumpi ordëroi dhe sulmoi dhe vrojti këtë me një general tjetër në Bagdad. Kasim Suleimani ka qenë general dhe shef i gardës republikane që është mbi ushtri. Njeri dytë mas Ali Khameneit. Njeri dytë, mbi kryetar, mbi kryeministër, mbi të gjithë, çdo kënd. Ai kanë bas për Iran, për Irak, për Liban, për Siria kanë bas. Ai kanë mbretët të vendeve. Ai ka thënë këtina, shefit vet, më leje ti mund të ndreqëm të protestust. Se kur nisi protesta për vera arabe në disa vende, janë nisi pak edhe atje. Dhe që ka hejme tinka. Edhe me mije, likvidoj edhe, guza kush me qumë. Taj nuk ka pas kompromis. I pa shpirt, për i erdhi fundi. Tash mastina, tash prap të enqu, për tash për përkrah përëndimi, fatmirësisht. Dhe je në rang, në nivel tjetër, në organizim tjetër. Dhe shqyr që është tuk ndodhë kja, ne shpresim dhe lutemi, që ai pështet sa ma parë të bije. Po zindërum, më leo pyetjen e fundit lidhen me rastin që ndodh në Iran, ne si besimtarë musliman, a kemi obligim diçka ndaj popujve të linjës së mesme, dhe nëse kemi obligim, cili është obligimi jo ndaj tyre? Na kemi obligim të përgjithshëm ndaj çdo muslimani, me i dash muslimant, më lut për ta, më lut për musliman. Më lut Allah për musliman. Më gëzu kër sheh mirë, më mërzit kër sheh keq. Ta në këtë rast për shambull, këtë rast, neve në dhimet popull Iranit. Edhe shijat, se shijat nuk jenë razi që shtu me dalë, nuk jenë razi. Por për shtetën e kanë kriminal. E që ka popull të tjera të, që nuk janë shia heqen sunni. Po ka dhe fe tjera. Kështë që ne lutëm për muslimant, Allahu Azza wa Jall me i bashku, me i shliru peti dëshmani. Shë që njerëzit në di që ka pletë të cilët nuk e pëlqenë këtë deklarat time, apo këtë opinion timin, dhe mendojnë se është pak sa radikal, apo pak sa ingotshëm, apo pak sa i rand, por unë justifikaj, sepse nuk i njohin Iranin ata. Sepse nuk e njohin ideologjin shiit të Iranit. Që shia ka pas edhe një Yemen, desa ka nashta Huthijinë, kur shërbe ty në kush nuk ka pa. Tamam? Kur shërbe ty në kush nuk ka pa. Por, këta janë nanat keqës. Këta po i ardhën kuti,
mrena javës, Saudin e shtetet tjera të gjirit rafsh me tokë të bojnë. Pasha Allahun sen s'ka ba Miloshi me Karadziqin e me ata shejtanat e kriminal të vet, me qetnik të vet, në Ballkan, qa kanë bo këta dhe qa këshin bo, po të kësha pas të jipe i mundësia. Andaj mëse gotni me imbrojt njerëzit për hatër dykoj se për atë dykoj me mbrojt dikan. Jo, jezëtni. I keq është i keq. Kriminal o kriminal. Këta janë kriminal. Këta janë nanë e të keqës. Këta popullë vetë nuk i danë. Por majnë me dhunë, si komunizmi ka majtë të këne. Me dhunë e ka majtë, dhe na do të me reshë plak, o do të me reshë plak, edhe me majtë fotografin titës, mi kryja të në për shkolla, në për zyre e gjithiju. Po zemrët tonë e kanë dashtë, se kanë dashtë. Allah ndërëft, hoq, na bëjmë luqi për popullin që të kenë liri. Allah ju një mofë, ja Rabbil Alamin. Hoq, ndrojmë të pak, ka kalojmë në pyqet të dhe të më në rrinë her pas here. Si duke si pas pyetjas mund të më konë i ri. Thot, unë e flaj shumë orë gjatë ditës dhe qëndroj zgjuar deri vonë natën, ndonjëherë flaj edhe deri në 15 orë. Prindë mia shumë kundër kësaj dhe më këshillojnë vazhdimisht që të ndryshoj këtë zakon. Pyetja ime është, a kam gjëna që nuk i dëgjoj prindë mi në këtë çështje, deri në 15 orë po flaj ka? Po reka natën deri vonë, po prindët e tuaj që pat janë të shqetësuar. E që shpesh kanë të shqetësuar kur djalët ty në flen 15 orë. Sepse ai që flen 15 orë nuk e mirë në kry. Njeri i cili rën 15 orë shtrat, ai bindu ty bën koft mirë në kry ai. Ai ka nevojë për një minimum një psikolog e ndoshta edhe në neuropsiatër. Ai nuk ka mirë. Shëqa, tash mos të luaj rolin e mjekut tonë, të psikologët, të selogët e tjerë, por kjo është me shkencë, dhe sene nuk është shumë vështirë edhe për me kuptu, apo nuk ka nevojë me kanë doktor shkencë sa për me njoftë ose tjerë. Allahu i madhruar e ka kriju këtë njeri dhe ka kriju që quhet diçka ora biologjike e njeriu. Po shkaj sipas asaj ore biologjike e njeriu, pjesën absolute, dërmuese të jetës tina, ka me kalu mirë. Mund të ketë papap rame ka pak për ngritet, si një grep, një flam, një lodhje, një mungesë në një vitamine, nëse në vogla. Që i kemë në të përdeshme që uaj. Po në rove ore biologjike, dije se në mënyrë të drejt për drejt, kënë ndikuar kundër shëndetit tënë, apo je bot dëshman i shëndetit respektivisht e natyrshmërisë asaj ore biologjikisht ka kriju Zot, apo natyrshmërisë tane që Allahu ka falë. Si fjala vije me najt natën. Allahu e kalon natën me flajt, a me najt qut me flajt. Ore biologjike thot, do të me flajt. Që kjo ore biologjike, pra natyra njeriut, që Zot që ka kriju në te, e ta në shkencëtar të zbulojnë, po njëri vetë sa një dindo, pa shkencë heq. Në ra herët, mungi gjumë, mja 7 të mira me flajt, 6 bën, por kjo është për zarë, për 7, 8. E pasaj më qënë sabah herët, ore biologjikët më qënë herët, para se me linë djeli. Nuk bën me të nzanë djeli ty flajt. Po të nzanë djeli flajt, dje që ke fillu me prishka pak ore biologjike. Ose, Zotë e kalon njeri me hangër buk, minimum 2 herë në ditje, për ata që kanë. Dikush e 3 herë, por nga pak. Dikush pak ma shumë, po 2 herë. Ta që te këtë kënë tja, unë havesh 1 herë buk në ditje.
kë e mësën trupin, detyrimisht e mësën. E ushtron, e trajnon, dhe mësohet trupi, mësohet. Edhe truni ti tani mësohet, ja lypesh njëherë, po në mënyrë indirekte, kë punon kundër orës biologjike. Punon kundër sajna. Dhe kështu më radhë, andaj, këta që rri natën, dhe flajnë ditën këta punojnë kundër vetvetes e tyre, respektivisht kundër kësaj ore biologjike. Ta janë dëshmon të shëndetit vetë. Pej menve, e deri në imunitetet dhe i kej trupin e tyne. Për ata këta janë tranë, janë trullët. Ta këtë qënë ditën nuk janë të këthjellët, këtë qënë ka mes ditë mramin. Nuk janë të këthjellët, e shënë ftyra i nuk është që a i ka nevojë hala më këthjellët, a i të më ka në një orë, dy më këthjellë. Po, o birë, ose o la, dhe ishta flajt e pesa bajt, a kësham, kur qëtë a i halaj, a sytë a i, a të qysh toke së një gjumë, ose ka flajt shumë, ose halaj ka nevojë a i. Më këthjellët për dere sa kë, që ka përmbajt orës biologjike, dhe që unë pesë. O që pak me vështërsi. Por më njëherë se ka njësë me falë sabajnë, se pak levizë, se me shkum punë, dhe qka, tani më për të është dësen regullë, sigur kjerën, ditë edhe pak ndoshta pak për tënë, po se të dhezët, po në 2 minuta kjerë i 5, në zërë tani më i vetec. Këta njerëz, këta janë kundërshtarë shëndetit tyre, psikik dhe fizik. Këta janë kundërshtarë të përparimit të tyre, këta nuk punojnë në interes të vetën, përparimit tyne. Thuj ndryshe njerëz dështun. E qish më së mërzit baba e nana? A letë për baba e nana me pa biri nga flenë tonë ditën, a? Jo, nuk është letë për të, është rëndë. Andaj baba e nana kanë mirë. Flej natën. Ditën puna. Jo s'kam që me punu. Po që për natën bë ditën, pra? Që për natën? Që të punë bëjt ditën? Po natën flej, jo, bira, natën flej sepse jetë të manë në tru. Bilen për vetë je i shëndosh. Sepse qështu e shkatëron vetë vetën. Allah ndërëvë, Hoxhin nderuar, po shkojmë me një pauzë të shkurtër dhe pastaj rikthehemi sërish me emision Rruga e Ndriçuar. Të dashur miq, mos u ndani nga kanali RTS. Selam aleikum të dashur miq, jemi rikthyer pas një pauze të shkurtër me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me Hoxhin nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhin nderuar, po vazhdojmë të lexojmë pyetjet të cilat po na arrin nga redaksia. Thot selam aleikum, jam shtatzane në javën e 8. Jam 40 vjeçë dhe kam edhe fëmijë të tjerë të rritur. Nuk jetojmë në Kosovë dhe prej që jemi jashtë, burri ka hyrë në paranoja psiqike, sikur po e përcjell dikush dhe unë po mendoj mos me mbajt fëmion, vetëm se burri nuk është mirë. A e kanë gjyna nëse e marr këtë veprim, po kanë frikë me mbajt se ndoshta burri bëhet edhe ma keq me kalimin e kohës. Ju falenderit, Allah i shpëleft. Fillimisht inshallah Zoti ta shëron atë burr. Pastaj abortimi i fëmijës deri në 40 ditë është çështje e lehtë. E lehtë fjala e lejuar, e lehtë është me dhënë fatfa, e lejuar, por e papëlqyer. Mas 40 ditë, tash pas ka gati 50, po është pak më rënd, por nëse është me ndonjë arsye dhe është pëlqim të dyve, burrit dhe gruas, është më e lehtë. Edhe kjo shumë ulema kanë lejuar, tash s'po di sa të konsiderohet si arsyeja që po e thotë, s'po di. Por përderisa nuk ka shpirt, është në fazat e zhvillimit, formimit, dhe këndo një arsye, bën me abortu.
e ti për siguri, shka bo një kontrol para se me bo abortin, tek ginekologja, të rëgan ma sakt për fret. A gjallë, se gjallë, ku kam rrinë, që në fazë zhvillimit, sepse e shef. E pas të e merë dhe vendimin edhe, s'po dita është të aguzam i kalëzu burët, a bë me letë burët, se në rani është me letë burët, me ka burë normal, nga se fëmi është hak i dyve. Në ka të drejtë as me ndërprej lindjen, pa as me ndërprej shtatzanin, lindjen e fjalla mësë me shtatzan heq, pa as me ndërprej shtatzanin e që për qëllim abortin, as njëri as tjetëri, pa meratimin e tjetërit. As gruja cila e bardë në barkën e saj, dhe as burre që nuk e bardë, por është përenditina i frytit. Sepse thjesht fryti, respektivisht fëmija i cili del nesër, nëse dënë Allah me dalë, është i të dyve, do të kanë hise në te. Së mund për të ndoshte që ke hise ma shumë se onë, së mund për të gruja që ka hise ma shumë se sa burri, në fëmija, asë njëherë. Andaj dhe të me pyet një anë tjetër. Ta më mde, nëse ta shë nuk më diuna, më në pyet burra, së më në pyet këtë rast, a është i këthjelta e së është i këthjelta. Po ta konsultoj një herë ginekologën, për sera, i të regan që është në ndëzhvëllim, nuk ka shpirë të sana, atëherë është ma letë. Allah i ndrëft, Allah është përblift. Po që ndryme kemi edhe një pyetje, selam aleikum, a bën emrin dua për vajzë? Emri dua, rani është me ba, po se është në gjitë. Emra që kanë do këflartë, do figurat këflartëve, më sen gjithni, nga në vëllani ju. Po, Allah, më sen gjithë, dhe nëse. Sepse, pëse për janë gjithë bashkë që ata? Që ka këflartë që është emni Muhammed, në i rëthashën janit, e tash, se Muhammed e ka shumë, për ata i s'pon e din kush është e ka është, a i nështë e vetë e din, për tjerë se din e më ngu. Dhe më thire një herë diçka për një farë, qështje, e bo një farë, takimi me mu e diçka, thash, o, Muhammed, këtë kënë telefon, thash, a për din që faram një ki? Tha po, a për din veç faram një ki? Tha po, për di. Andaj, ke kujdes, se veprimi tua nuk po shkojnë konfort e emnit tanë. E priti mira, i tha, kështu, edhe nuk e priti keq këta, nuk reagaj keq për du me thonë, por e murë si këshil, e ta shë, një me, ka emna Ibrahim e Mohamed, Hasan e Ibrahim, Adem e emnat pejgamberve, po që jënë këft lartë, kështu lartë kofë që piktuhet, po, na nuk e në gjesëm, më njësë atyne, dërsa kër e në gjeti, vajzës ta në emnin, pëse ka një figurë jonja, e poplit tonë, ose jo poplit tonë huja, anë pëse emnin si emnin dhe duhej, por emnin si emnin lejohet, por ti për janë gjë për qa? Me njësua dikujna kjenë nuk është mirë fetarisht. Sepse më të botu një se qika që ashtu, ti nuk je i knaqën. A si knaqën, por në farë njërë pëse pja para prinë. Allahu alem. Allah ndroft, hoqë ndrum. Thotë, Kur'anin kam lexuar 4 herë, mirë po shumë pak po e kuptoj. Edhe 40 kemi lexu e nuk kemi kuptu. Po. Pse nuk e kuptojmë Kur'anin? Pas kuptohet Kur'ani. Kur'ani nuk kuptohet, që Kur'ani si Kur'an, edhe nëse lexohet në original, pse unë që e marrë vesh? Unë e marrë gjuhën arabe? Po. Ose ata që kanë linë me këtë gjuhë, arabët. E marrën vesh një të gjithë, një pjesë Koranit, po nuk e marrën vesh kejtë Koranin. Thuj ndryshe, edhe nëse marrën vesh pjesën absolutët Koranit, nuk guxojnë mu bazu
në atë që a kuptum ne, nga se ka mundësi ajetet koranore a lëdojnë diçka tjetër krejt. Për atë, prej fillimit të islamit, prej sahabëve këndej, pas e shpëtsu Korani, ka egzistu diçka që quhet, është quajtur dhe vazhdon të quhet, koment e ajeteve koranore, spjegim e ajeteve koranore. Andaj dhe janë shënuar me qindra libra koment e ajeteve koranore, apo i Koranit. E që jemi duke bërë edhe ne, që atë punë, elhamdulillah, pej 2003-ës në Xhamin e Madhe në Prishtinë. Kështu që Koranin, shtë përkthime që kanë bërë këta, përkthimin e kuptimeve të ajeteve, këto shumë se përfaqësisht kupton sene. Andaj është shumë më mirë për ta, që janë lexues të mirë, janë marakli me lexu, me kapë me lexu ndonjë libër si tefsir, sesa me lexu Kur'anin si përkthimin si përkthim. Sepse nëse lexon përkthimin për hatme, ai hatme nuk konsiderohet. Nëse lexon me mësu, me kuptu Kur'anin, Kur'ani ashtu s'kuptohet. Ja kam sevap, po, nuk thash që s'ki sevap, po ne. O nuk e më ho, është problemi sevapin. E që është i Zotit. Ati kofshin falë. Por, dobija përfitimi, kënde është shumë e madhë. Me marrë me lexu libra të tefsirit. Për shembull, merret te surën Yusuf, një pesore më të lehta, me kuptu se është tregim, të lehta me kuptu, të lehta me ndëgju, të bukura me tingull e tjerë. Lexohet për Koranit, për përkthime që kanë bërë këta, pastaj merr librin tim, djalosh me bukur në botë. Edhe shikoj pastaj. Lexoni një herë, 2-3 herë lexo për Koranit, pastaj del librin tim. Dhe kimë thonë sans pas në marrë vesh. Kështu që mëse bë marakti pëse se kupton, sepse kjo është që ashtu është, për të gjithë, është për ty. Po. Allah e nderoft, pyetja radhës është, a është më rëndësishme bindja ndaj burrit apo dinjiteti dhe lumturia e gruas? Bindja ndaj burrit është pjesë e dinjitetit, lumturisë ndaj gruas. Gruaja, pavarësisht qysh e kanë konsideruar veten e lumtur, se dikush konsideron veten e lumtur me rreh burrin për ditë, dikush runa zë një 30, ka 30 plot. Dikush do një stakfirullah, kur thot populli e dalën defteresh, e dalë këtë sarnisht, ndoshta ajo një farë lumturie, kënaqësi me ndëshku burrin. Fizikisht, psikikisht, me qenë burge, me gjëbite, me qitë përjashte, ndoshta. Por, kjo nuk është pjesë e dinjitetit sajna. Kjo e shtrin për tokë dinjitetin e sajna. Edhe nëse nuk e vërin kjo. Edhe bindet që femra e tillë, ka me qenë e urryer edhe poshtruar në këtë dynja edhe nga më të afërmit e saj, para se me qenë e urryer në qiell në ditën e Kiametit atje në nënçmuar. Edhe kundër të asaj, gruaja e cila nështrohet burrit, po nështrohet burrit në atë që ka thonë Allah pejgamberi tina, jo teket e tina. Ai që nështrohet burrit. Ajo, edhe nëse është më e përkufizuar në disa veprime, se për shembull, thënë shoqet sa të dalën në mbrëmje, na po shkojnë në Skozian. Hajde ti me neve na si vjesën burrat, nuk na leve kërkosh, hajde ti. Edhe grejo të dve ti thuj jo zoj. Po të bati njeri. Nuk shkojnë, pa më thoti, dhe asë është s'këm pas armen me shku, por me gjithatë edhe është konsultuana. Ju në nështru kërkesës urdhërit tëndë. Apo? Mirë. Kjo ndoshta pak dëmtohet nga anë emocionale ose ku ta diun. Por, wallahi që ma dy janë, dinjiteti sajna, karakteri sajna, është shumë më i madh, shumë më i rëndësishëm, shumë më i vlefshëm, edhe kam i kthye kjo në lumturi, në dynjat, rast më kthy në ahiret. Për mërë të tu këta dhe për fund, pyeti nana tona,
Pyeti gjyshet tona, që gjyshet na kanë dekë për shtanonat tona, pyeti, të cilat i kanë nështru burrave të tyne. Dhe pyeti gratë e sodit, të cilat pjesërisht i nështrohen, dhe pyeti dhe gratë se nështrohen heq. I bënëm 3 grupe. Bërë një anketë. Duke mos harruar, sa ato të para që kanë nështru burrave, kanë të pru burrat ndaj tyne. Tamam? Dhe këtu të funit, se këtu mo e të projnë këtë anë tjetër, këtë ekstremi tjetër. Pyeti për nga ana e lumturisë tash mas e cek, këqyre cilat gra më të lumtura. Hajt këqyre. E shef? Këtë shto është? Sepse Allah i madhruar e ka ndërlidhur lumturin e grus me dëgjshmëri ndaj burrit. Kështu e ka ndërlidhi madhi Allah. Te bareke o ta'ala. Në kundët e nësaj, ajo ka më dëmtu e para, ajo ka me pasherën e para. Kajtë ke për dënja, e mos flasim për ahiret. Po. Allah ndëroft. Dhe pyetja e fundit për sonte hoxh, thotë si përcaktohet kufri i bindjes dhe kur kthehet në padrejtësi. Edhe herë. Si përcaktohet kufri i bindjes dhe kur kthehet në padrejtësi. Si përcaktohet kufri i bindjes, ka për qëllim bindjen me iman. Bindjes e ka qitë në thojë Zabini, si përcaktohet kufri dhe kur kthehet kufri dhe përbjen në padrejtësi. Çdo kufër është kufër në bindje, nëse kjo ka për qëllim, sepse kufër mund të jetë mohim i të mirave Zotit, mohim i të mirave që të bën dikush. Mund të quhet kufër. Po zakonisht në bindje, kur thuhet kufër në bindje është një iman. Për ata me kanë qenë iman, ka qenë më mirë. E pas shkatën thojza kufër në iman. Kufër në bindje, pra kur dikush të bën mirë, se ta zami gruja, mos e cek pak më herët, burri bën mirë grus. Këtë familja mojnë ato se si princezë, një herë ja kanë prish, a i qohet këtë tokë të bën. Ta shërkesht me hadith pejgamberi sallallahu ka thonë, tek fornë e ashirë. I bën një kufër, mirësis që a bojnë të tjertë. Ka qëjtë kufër. Ose dikush pej mashkujve, të shkon i bën atje mirë, djalit, vllaut, shokit, punëtorit, shefit, tjerë, i bën mirë, këshis, i bën mirë. Aj, një herë ka mundësi atina, veç një herë ka mundësi. Dhe në qatë mundësi aj, krejt i qitë ty në tukë. Sigur se mos me kam bote asë të mirë. I që i bje i bën i kufër të mira që ke bote. I mahaj, i hodhe, i gjujti, i shport, i gjujti në kash bërlogit, betërinave. Tamam, po kjo është në aspektin gjësor. Nuk qëtë për dinit, po është padrejtësi, është gjëna, është gjest i keq, është jo etike sa të dush. është gjest jo njerëzor. Kufër në iman besim, është kur robi një njeri e mëhan Allahun, ose pejgamberin e tij, ose Koranin, ose ndonjë ajet Koranit, ose tallat me fe, të e di që ka bën. E mëhan ndonjë dispozit shariatike, të e di që ajo është në kundërta. Me bindje, të e di që apo thot, por nëse nuk ka kuptuar mirë të reket vërejtja edhe një herë, për ata nuk ngutemi ne. E ka ditë filani, për shembull dikush, ta zomi konkret, çohet dhe thot, alkoholi unë mendoj që alkoholi nuk është haram. Sa shperin haram e ka nia, e ka mësu. E pse? Sepse është për rrushit. Po mirë, ka thonë Korani. Po Korani ka thonë, ta të të filozofuaj, mos me pi shumë, mos me dehe, ku ta dione. Ose mishin e derët e ka ndalua që thënë të njane herë në media këtu dikon të na. Mishin e derët është ndalua që të rapë, sepse zhegi madhe, vape madhe, ku ta dione ndyrë shumë e pralla, kur të dërsen heq. Personit t'il, a i bën kofër, por mbetet pezull, peng, dhere sa ti rikujtohet. Ti tërhiqet vërejtja. Për din që e ka flet ajo. Apo ke folë, s'ka ndërni me del fjalla pa kontrol.
Nëse kini me ta shërbu ta shërej, atë ajo një me bidën atë punë, e di fort mirë, po, a në atë moment, bo një kufër. Ndull për i dinit. Allahu në arrujt, ja Rabbi. Allah në dërëft, Allah të shpërbleft, faleminderit për kohën. Shpresojmë që deri në takimet e radhës, të lusim Allahun xhallal xhanhu që të rujtë dhe t'ju shpërblej. Të dashur miq, ju falenderojmë për kohën. Allahu ju nderoj dhe ju shpërblet ju dhe hoxhën tonë të nderuar profesor doktor Shefzet Krasniqi që po e kemi çdo të ejtës së bashku me këshillat e tina që po na përshkojnë. Dhe juve të ku ju falenduar për vëmendjen deri në takimet e radhës. Mirupafshim, selam aleikum.